Ky është ish burri i Albërie Hadërgjonaj, qëndroi në burg për 7 vite. Albërie Hadërgjonaj është një nga femrat më të komentuara sidomos për dukjen e saj e cila sa më shumë që po mbush vite, aq më shumë po duket e re. Këngëtarja është komentuar shumë për jetën e saj private dhe për të cilën ajo është shumë e hapur dhe e cila tashmë e disa vite është beqare. Mirëpo, ish burri i saj për të cilin Albërie nuk flet shumë quhet Mentor Hadërgjonaj dhe është babai i 2 vajzave të këngëtares, Agnesës dhe Anxhelinës. Ajo u martua me Mentorin kur kishte vetëm 16 vjet. Dyshja pas shumë problemeve që patën dhe pasi që ish burri i saj kreu 7 vite burg në ankuzën e përfshirjes në afera kriminale, u ndan në vitin 2007. Por një gjë tjetër që u vure shumë është edhe emri i tij. Të gjithë i drejtohen me emrin Mentor Hadërgjonaj, por sipas dokumenteve të prokurorisë, emri i tij është i shkruar si Xhevdet Hadërgjonaj. Tani ajo është duke jetuar në Amerikë që kanë 7 vite dhe sipas saj ajo është ende beqare.